lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Turqisë e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Turqisë. Para jush paraqitet për shqyrtim dhe miratim në parim nisma për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Turqisë, një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Kjo marrëveshje parashën mbështetje konkrete financiare për forcën e sigurisë Kosovës, duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e profesionalizmit dhe gatishmërisë operacionale. Ajo dëshmon nivelin e lartë të partneritetit me një shtet aleat dhe për kushtimin e përbashkët për siguri dhe stabilitet në rajon. E ftoj Ministrin e Mbrojtjes, zotëri Ejub Maqedoncin, që ta merr fjalën. Nderuar Kryeministër, nderuar zëvendës Kryeministër dhe nderuara zëvendës Kryeministre, të nderuar kolegë, milioni që të paraqes propozim vendimin për aprovimin e nismës për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak mes Qeverisë së Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Turqisë. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të përcaktoj parimet e ofrimit të një shume totale prej 200 milion lira turke nga Qeveria e Republikës së Turqisë për Qeverinë e Republikës së Kosovës për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kornizën e ligjeve kombëtare dhe ndarjet vjetore buxhetore të Republikës së Turqisë. Po ashtu ju njoftoj se kjo nismë tashmë ka marrë rekomandimin nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe negocimi i saj do të bëhet sipas legjislacionit në fuqi. Andaj duke pas parasysh këtë dhe faktin që aprovimi i kësaj nisme është shumë i rëndësishëm edhe për zhvillimin me të tjeshëm të bashkëpunimit mes Qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, ju propozoj që të miratojmë në parim këtë nismë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit Ministër Maqedonci. E doni fjalën për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.